Ai dije që Jezusi qau 3 herë gjatë jetës së tij në tokë. Jezusi, biri i Perëndis, njihet për forcën, fuqinë dhe dashurinë e tij të madhe. Por ndoshta nuk e ke ditur që si biri i njeriut ai qau 3 herë, dhe çdo herë lotët e tij zbuluan dashurinë e thellë, dëmshurinë dhe lidhjen e tij me njerëzimin. Herën e parë Jezusi qau kur vdiq miku i tij Llazari. Edhe pse ai e dinte që do ta ringjallte, u prek nga dhimbja dhe lotët e atyre që ishin pranë. Lotët e tij treguan zemrën e tij plot mëshirë dhe aftësinë për të ndier dhimbjen tonë, dhe edhe kur kishte fuqinë ta ndryshonte situatën. Herën e dytë Jezusi qau kur pa qytetin e Jeruzalemit. Ai vajtoi për njerëzit që nuk e kuptuan mundësinë e shpëtimit që kishin përpara syve tyre. Ai qau për zemrat e tyre të ngurta dhe për gjykimin që do të vinte sepse refuzuan mesazhin e shpresës që ai solli. Herën e tretë Jezusi qau për kopshtin e Gjetsemanit, pak para kryqëzimit. Përballë një vuajtje të pamas, ai derdhi zemrën përpara Perëndisë, duke ndier peshën e mëkateve të botës mbi supe. Këto lot treguan pjesën njerëzore të tij dhe madhështinë e flijimit të tij. Kur Jezusi mori mbi vete barrën e mëkateve tona, lotët e tij u bën një kujtesë e fuqishme. Ai e kupton dhimbjen tënde. Ai erdhi për të sjellë shërim, ngushëllim dhe shpresë. Çfarë do që ti jesh duke kaluar, mos harro. Jezusi të sheh, kujdeset për ty dhe çan bashkë me ty. Nëse je prekur nga dëmshuria e tij, shkruaj amen në komentet dhe ndaje këtë me dikë që mund të ketë nevojë për dashurinë e Jezusit. Zoti të bekoft.